Presidenti Trump thot atë që i thonë hispanikët që e votuan, pra DeSantis, Rubio e tjerë kompani. Thot që këta regjimet socialiste, post-komuniste, anti-amerikane, në ideologji, në filozofi, edhe në korupcion, edhe në ushtëri, edhe në siguri, realisht përbëjnë kërcënim për sigurinë kombëtare amerikane. Ndërkohë, në anën tjetër, flitet që këto vende, në vokabularin e tyre politik, përmendin në mënyrë permanente Amerikën si kërcënim për shkak të imperializmit të saj. Në kushtet që para pak ditësh doli strategjia kombëtare e sigurisë kombëtare të SBA-s dhe të presidentit Trump, ne lexojmë pse është kaq e rëndësishme për SBA-n që të rikthej influencën e saj në hemisferën perëndimore që ajo quhen, pra atje ku ndodhet kontinenti i dy Amerikave dhe Amerikës qendrore. Kulla, përveç dallimeve ideologjike, sepse lëvizje të majta të fuqishme njohim nga kontinenti Amerikës Latine. Pse spaku këtë histori të cilën e kemi njohur dhe e njohim, historia e këtyre vendeve përshkruhet me shumë grush të shtete. Po përshkruhet sepse ki parasysh që diktatura, dhunë, vrasje. Ki parasysh që këtu për shembull, në këtë territor këtu, mos harrojmë, Che Guevara ku është vrarë? Këtu është vrarë. Kush e vrau? CIA. Në Bolivi poshtë. Po Che Guevara çfarë? Një hartën tjetër e mirë. Che Guevara çfarë mori përsipër? Bëri revolucionin dhe grushtin e shtetit në Kubë, rrëzoi vendin më partner të SBA-s në atë kohë. Ja, ku është Bolivia? Che Guevara mori përsipër në vitet 60 të krijojë ushtrinë më të madhe komuniste me mbështetjen e Bashkimit Sovjetik. Che Guevara ka qenë në Shqipëri një herë në kohën e Enver Hoxhës, ka vizituar në Shqipëri. Të krijojë pra një kontinent, pra një ushtri të madhe, një Amerikë Jugore komuniste, e cila do të rrëzonte SBA-n. Dhe kjo nuk është se ka ndodhur shumë vite përpara. Vërtet Che Guevara u vra nga CIA. U azjesua fizikisht. Vërtet Che Guevara, i cili ishte ministri i Kubës kur bë revolucioni fillim. Po iku e la qenit ministër dhe erdhi këtu në hapësirën nga vite. Që shkuar edhe në Afrikë, erdhi me mendjen që ai do krijonte pra komunizmin global, pra globalizmin që ne e shohim sot si globalizëm të ekonomisë kapitaliste, ai donte një globalizëm komunist. Ama ai virus u rrit, u zhvillua dhe sot kjo është situata në Amerikën Latine. Kulla, kam dëgjuar shpesh, ose edhe kam lexuar.